Detajet të reja janë zbardhur nga përplasja tragjike e një xhetskie me skafin e policisë kufitare në Sarand, ku një 22 vjeçar ndërroi jetë. Ngjarja ndodhi rreth orës 18:30 të ditës së hënë në gjirin e Ksamilit, ku burime për News 24 bëjnë me dije se viktima Albiano Kreçi, që prej moshës 15 vjeçare, ka qenë diagnostikuar me diabet dhe ditën e djeshme, para se të hipte në mjetin lundrues, kishte injektuar insulin. Kjo sipas bluzave të bardha ka ndikuar në humbjen e kontrollit të mjetit lundrues nga ana e 22 vjeçarit, i cili u përplas me skafin e policisë kufitare rreth 400 metra larg bregut. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme, 22 vjeçari nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra dhe ndërroi jetë në spital, ndërsa ekspertiza mjeko-ligjore do të përcaktojë shkakun real të vdekjes. Menjëherë është ngritur një grup i posaçëm hetimor dhe në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore në drejtimin e prokurorisë po kryhen veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të ngjarjes.